se si do të vi pastaj ecuria. Kjo lëvizje Saliani, që deri tani është shumë e çuditshme. Pse është e çuditshme? Po është çuditshme, do të thonë, lëvizje, po s'ka asnjë lloj platforme. Është lëvizje me hap ngadalt. Ti je mbështet. Po nuk mbështes ta thash i kam larë duart në një farë mënyre me Partinë Demokratike dhe nuk mbështes më lëvizje brenda partisë. Po i do jashtë. Po s'ka lidhje me mbështetjen, po të them këtë që njerëz që duan ta luftojnë zotin Berisha në mënyrë jo kompetente. Pse? Aty do të ndodhë një proces. Jo, më nuk jam kundër. Je bërë xheloz, më duket. Xheloz për çfarë? A thatë që ju meshkujt nuk keni intuit, nuk keni femra, keni racionalitet. Pse mendon se do bëjmë xheloz? Po jo, edhe femrat kanë racionalitet. Pse bëm kështu ti tani? Mos e kalon atë, se futemi në feminizëm pastaj. Çfarë tha moderatori? Pra ti folti tani më mbroj çikun, mirë këshilla tani po. Po jo ti më mbroj femrat sepse po thotë që maskilizmi. Se po thotë që femrat kanë intuit dhe nuk kanë racionalitet. Se mashkull tani këtë do ta pranojmë. Është shumë e lartë, po dhe racionaliteti është shumë i lartë. Politik, flasim politik në gjithmonë. Xhelozia është përgjithsisht atribut femror, përgjithsisht. Këtu ndahemi. Ka sinonim? Se dje kishim dhe këtë fjalor gjusë ka sinonim? Nuk ka çështje xhelozia. Po nuk është më xhelozia atribut femëror, lutem tash se nuk e pranoj dot. Tërhiqu. Sepse të thuash një terminologji, ta mveshësh në bazë gjinore apo seksiste, nuk shkon pra tani, nuk shkon sepse dje postova dhe Simone de Beauvoir, që është nëna e feminizmit dhe nuk mund ta pranojmë në këtë term. Unë them atë çfarë. Po jo më as unë kam studiuar, kështu që jemi te kjo pikë. Nuk i pranoj dhe nuk i llogaris. Po jo, po studio shkenca politike duhet të kesh studiu dhe qasjet feministe, edhe lëvizjet e reja sociale. Ideja është kjo që unë nuk i llogaris, mund të jenë aty, por nuk i llogaris. Dhe duhet i llogaris. Po them, po nuk duhet i llogaris, jam antimodernist. Dhe ideja është kjo, që nuk ka një pozicionim serioz politik në çështjet e qasjes ndaj Partisë Demokratike. Pra deri tani shoh një frikë. Pra ka një frikë për të rënë problemit në kokë. Pra frika për të marrë me problemin në kokë. Pra duhet të merren me çështjet reale. Për cili është problemi real. Dhe nëse ti shkon rrotull dhe anash, dhe nuk del tek problemi real. Saliani i bie anash? Po nuk kanë fuqi ata për. Po jo, atëherë po të bëj një kundër replik. Saliani i ka këto. Okej. Edhe unë e kam kritikuar e tjerë. Por një lëvizje sa do e brishte Salianit e shkundi Partitë Demokratike. Bën ca foltore, bën një protestë, bën një. Mendoj që ajo është drejt për drejtësia më e mundshme që mund të ndodhi brenda PD-s. Nuk lejohet më shumë drejt për drejtësia. Ka deri këtu. Shikoj çfarë ndodh. Nuk është shkund. Nuk është shkund. Këshilla na ka dhënë, replikën na ka dhënë. Nuk është shkund asgjë nëse ti perceptohesh si një njeri që bën lëvizje për të rinegociuar një postë në parti. Po pse çfarë negocion Saliani? Nëse perceptohesh si një lëvizje e cila bëhet për çfarë synon Saliani tani mos. Pra faktorizim brenda Partisë Demokratike. Që do të bëhet sekretari i përgjithshëm. Po s'po them sekretari i përgjithshëm, faktorizim. Në vend të Flamunokës apo në vend të Gazmet Bardhi? Faktorizim i grupit për zgjedhjet lokale për të marrë njerëz në Këshilla Bashkiake dhe kandidat mundshëm. Kjo është çështja. Do të them ti thua që ai synon të zër vendin e Flamunokës apo të Gazmet Bardhi apo partia zakonisht prodhohet nga postet që mban, nga institucionet e saj. Ai s'ka posta, ai s'është as deputet. Pra, po të them, për të marrë. Ata hoqën në grupi WhatsApp-it kuota në Këshillat Bashkiake dhe kandidat të mundshëm për kryetar bashkie. Pra për këtë luhet. A do të ketë mundësi të bëjë një grup të imponohet? Është vështirë sepse grupi parlamentar është si një kazermë ushtarësh e rreshtuar tek zoti Sali Berisha. Pra janë deputetët e tij. Unë ti thuaj që me këtë Edi Rama çfarë ka Edi Rama? Është aq komod në marshimin e tij në pushtet. Me kë është komod? Po me këtë i thëti do të asgjë në PD. Po pse çfarë do t'i ndodhte Edi Ramës nga PD-ja? Në çfarë kuptimi? Nuk vjen vështirësi. Opozita nuk e vendos vështirësi. Ka një element që nëse do të rhiqej Berisha në këtë moment do të kishte një polarizim shumë më të madh brenda PD-s se sa po të qëndrojë. Do ishte më dëmshme. Do ishte më e dëmshme. Kështu që mendoj. Kështu thoshë për shekun e Vera. E di. Që po iku shekun e Vera. Është parti familjare, ne po themi që është partitizëm familjar. Nuk e diskutojmë fare rolan. Unë isha adoleshent atëherë thoshin po vdiqen Veri, tani vdiqen Veri, mori fund Shqipëria.
Unë isha fëmijë, adoleshent. Më keq se si du të tregoj fëmijëve që ka vdekur shoku im. Po, tani, po iku Berisha, dha dorë që Berisha. Është polarizim shumë i madh brenda PD-s. Po çfarë thua më ka djeme vajza, burra e gra. Po nuk i lën hapësirë pra, po unë të thash ty që deri në këtë pikë lejohet që të shkojë pra. Skanerin e Partisë Demokratike. Partia Demokratike nuk e ka provuar ndonjëherë të kandidojë pas Sali Berishën. Pa dhe ata që thonë që me Sali Berishën kështu, nuk ishte pas Sali Berishën. Po më ke ishte? Ka qenë në hijen e tij. CEO i Sali Berishës. Pa thonë të vërtetën, jo me CEO? Ishte CEO, pronari i kompanisë tjetër. Po, si mund të jetë ndryshe vetëm se CEO, kur ditën e njëjtë të dilte Lulzim Basha në Prime, kryetari i PD-s, dhe të premten dilte Sali Berisha. Po mirë, pse si tha Lulzim Basha? Po kjo është çështje karakteriale e Lulzim Bashës. Kjo është si tha Merkeli. Kjo është çështje karakteriale e Lulzim Bashës pastaj. Jo vetëm. Është çështje karakteriale. Është dhe kushtet me cilat i e vendosur në një pozicion të caktuar. Në këtë skaner të partisë politike nuk është provuar ndonjëherë një parti demokratike pas Sali Berishën. Mund të jetë më keq, por mund të jetë edhe shumë më mirë me një leadership tjetër, sepse është çështje mentaliteti. Pra pa të mentalitetin që unë të rraf, unë të dhunoj, i forti, krimi, droga, pra PD-ja nuk ka dhe kuptim të jetë partia muskujve. Pra muskuj kanë të gjithë. Por nuk ka kuptim që të pozicionohet si një parti e muskujve dhe boksierëve, që një parti që të rrefet, dhunon dhe është e fort, nuk është se rref njëri. Por ideja që ashtu pozicionohet. Pra të se shrau njërin për dëmë, ku shrau njërin për dëmë? Jo se rreth njëritën, të kërcënimi verbal. Pra politikën, po të shohësh, e bëjnë me kërcënime verbale si organizata paramilitare. Nuk bëhet politika me kërcënime verbale. Ka kërcitur drurin në PD dhe plumbin në PS, sa të duash, por unë po them. Mbarojnë punë me PD, vazhdojmë edhe me PS-n, po. Po them, nuk është çështje druri, ka kërcitur druri aty. Gramos Pashko në Itan Ceka. Po them, ka kërcitur druri në PD dhe plumbi në PS, po ta marrim kështu në historinë politike, por po themi për sot, nuk ndërtohet politika në gjuhë të dhunshme dhe kërcënuese. Dhe kjo gjuha kërcënuese dhe dhunshme, ky mentaliteti në PD ka fituar luftën. E ka fituar luftën civile brenda partisë me ata të cilët kanë thënë, partia ka më shumë vlerë se individi. Edhe këta u çuan dhe thanë jo, partia nuk ka më shumë vlerë se individi, ka individi më shumë vlerë se partia. Qetësohu, kështu bëni ju PD se pastaj thonë pse e Dirama rri 16 vjet. Vendosje Dirama xham. Dhe çfarë ndodh? Është polarizime grupi politik. Por mos u vrave, shikoj dorën. Po nuk vritem, nuk jam ai që shkon në spital për një gërdhishtje. Patriatik Lamari ke. Po mirë, se unë kam kritikuar dhe filluan atje pastaj. Roland, ke diçka, ta dekonspiron direkt edhe atë gjë kështu. Po patjetër, do ta lësh pak enigmatike. E dekonspiron moment. Nëse je në jetën publike do pranosh dhe komentet edhe Lapaj mendoj se duhet i pranoj. Ideja është kjo. Jo, patjetër. Fitoi grupi i cili thoshte individi mbi partinë. Humbi grupi që thoshte partia mbi individin. Dhe tani gjithçka çfarë ndodh është në funksion të individit dhe trashëgimisë së individit. Dhe nuk ka ndonjë vlerë të posaçme. A përfiton Edi Rama nga kjo? Përfiton, por ky është vendimi i 500.000 demokratëve. Pra 500.000 demokratë kanë vendosur që të përfitojë Edi Rama sepse duan Sali Berishën dhe vetëm atë. Është e drejtë atyre. S'ke çfarë i gjykon për këtë. Dhe pastaj i mbajnë shpresat vetëm te qeveria teknike. Asida, si s'ka dikush një burr, një grua, një djalë, një vajzë, po do të thotë, doktore, di si është puna? Boll. 82 vjeç, na lënë tani. Po edhe këto, po ka arritur. Po mos ma bëj kështu si leksion në universitet, po kështu konkretisht. Po patjetër, gjysmë zërat janë heshtur gjithmonë brenda Partisë Demokratike. Janë heshtur sepse ata e dinë shumë mirë se si funksionon logjika, edhe nga bisedat që unë kam bërë, edhe nga mënyra si e kam kuptuar qasjen edhe me kolegët, ose në fund të ditës jemi kolegë gjithë me njëri tjetrin. Kanë kuptuar një filozofi që duhet t'i shkosh mbas valles kryetarit, në mënyrë të atje që të bësh karrierë brenda partisë. Dhe eksponent të tillë, siç është dhe kolegu këtu, e din shumë mirë që nëse ti bëhesh zë, nëse ti je zë automatik, jo. Po këto parti ku ta gjenin të më kishin dhe mua ndoshta dhe i ndritin. Kështu që ideja është këtu që... Do ta thosha për ty vetë për Partisë Socialiste. Kështu që çështja është këtu. Jo, përtej asaj, nuk është ideja mi vënë emërtim partisë. Këto parti që ekzistojnë sot në Shqipëri, ku ta gjenin të kishin